أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Efendim Allahun subhanahu wa ta'ala Dërgëm salavat edhe salame për të dashin tonë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij besnik dhe mbi gjithë ata të cilët e ndjekën rrugën e këtij pejgamberi deri në ditën e gjykimit. Dhe së dashur e përmenda mbrëmje që agjerimi i shlyn mëkatet. E përmendëm që agjerimi i shlyn mëkatet e vogla. Kurse për mëkatet e mëdha kërkohet pendim, kërkohet tobe. Sonte desha me i thonë disa fjalë rreth pendimit, rreth tobes. Allahu subhanahu wa taala në disa vende në Kur'an i nxit besimtarët që me bëj tobe, me bëj istighfar. Gjithashtu edhe pejgamberi shumë hadithe më thonë na ka mësuar që besimtari duhet të kërkon falje edhe duhet të pendohet te Zoti subhanahu wa taala. Fillimisht shkaj bje fjallat tobe, ose në gjuhën tonë pendim. Ulemaja kanë thonën pendim i bjen njeriu mi u kthi Allahu subhanahu wa taala duke i lënë mëkatet. Mi u kthi Zotit duke i lënë mëkatet që ka pendim. Çfarë dispozite ka në sheriat pendimi, tobja? Ku ka venin, a është farz apo është sunnet apo çfarë dispozite ka? Ulemat kanë thonën njeriu nëse bën mëkat të madh e ka obligim fetarisht mu pendu te Zoti. Me bëj istighfar. Bile kanë thonë dietar nëse e vonon pendimin duhet me bëj istighfar pse ka vonuar një pendim tjetër. Kështu që çka i bën? Njeriu nëse bën një gjuna të madh, s'duhet me vonu pendimin. Sa më shpejt me bëj istighfar. Edhe me u kthi Zotit. Asa është një ndër më thon obligime që kërkon Allahu prej nesh. Momente që gabojmë, duhet i kthejmë Zotit subhanahu wa taala. Kjo është një pikë. Një meselë tjetër, thamë për gjunat e mëdha kërkohet pendim. E cilat janë gjunat e mëdha? Ulemaja kanë thënë gjunat e mëdha janë ato gjunahe me të cilat sheriati ka vendosur kërcënim me zjarr të xhehenemit, me dënim në këtë dunjë ose dënim në ahiret, ose në formën e ndalesës, ose mos praktimi i urdhave të Zotit, që janë ato gjunat e mëdha. Kështu janë shumë shembuj ka. Por më nëse me kuptu gjunat e mëdha, më thonë janë ato gjunat që Zoti i ka ndaluar formën madhërimit. Kujtasi ulemat ka thonë gjunat e mëdha ndal, ka gjunat e mëdha dhe gjunat të vogla. Si thash pak më herët, kemi ajete dhe hadithe. Një ndër ajetet Allah subhanahu wa taala që na urdhon neve mu pendu si besimtarësh, ajeti në surën Nisa, ajeti 17 dhe ajeti 18. Allah subhanahu wa taala thot: "Innama at-taubatu 'ala Allahi lil-ladhina ya'maluna as-su'a bi-jahala." E ka obligim me bëu tobe ai i cili i ka bëu Zotit gjuna me ignorancë. Ka thonë ulemaja, çfarë mëna ka kjo ajeti mi bëu gjuna Allah me ignorancë? Ka thonë çdo gjunaçar është ignorant me një aspekt. Pse? Pasi që ke marrë guximi bëu Allah gjuna, kjo tregon që ti s'e ke kuptuar madhinë e Zotit. Në çfarë aspekti je ignorant? Nga se ke marrë vesh madhërsinë e Zotit subhanahu wa taala. Këtë Allah ka thonë këta njerëz i ka thënë xehale. I kanë bëu Allah gjuna duke qenë në situatën e xehaletit. Vazhdon ajeti thot Allah subhanahu wa taala: Thumma yatubuna min qarib. Çta njerëz që kanë bërë gjuna të mëdha, këta ishe shpejt pendohen te Zoti, afër, nuk e vonojnë pendimin. Këto është ajo që thash pak më herët, pendimi s'duhet të vonohet. Pendimi sa më shpejt duhet të krijet. Fa ulaika yatubu Allahu alehim. Këta janë ata të cilët Allah do të pranon pendimin dhe kthimin te Zoti. Wa kana Allahu aliman hakima. Allahu është i ditur dhe i urtë për çdo çështje. Kjo është një ndër ajetet. Si thash pak më herët, ka shumë ajete Allahu kur na urdhon neve që mu pendue. Në këtë këshill të vogël desha me përmend kushtet e pendimit. Për me qenë një pendim, një tobe e plotësuar te Zoti i ka disa kushte. Sikur namazi që ka kushte, edhe pendimi ka kushte e veta. Kushti i parë,
Po me qenë pendimi I sakt, duhet të bëhet për hit Zotit. Dikush që mund me loni gjuna, pse ka pa filoni, a shpërblehet? Nuk shpërblehet. Mon gjunahi, mëkati, duhet të lidh për hit Allah subhanahu. Kjo është kushti I parë. Kushti I dytë, ka thonë dietar, duhet ta lën gjunahin. Unë du më ofendue. Po gjunahin jam të vazhduar duke bërë gjunahin. Si kompletu kushtet e pendimit. Unë duhet ta lë mëkatin. Edhe të pendonat e Zotit. Pra lërja e mëkatit është kushti I dytë. Kushti I tretë, e ke lënë mëkatin edhe ta vendosish që mos I kthehesh mëkatit. Kjo do thotë që s'kemë bëmë mëkatin? Jo. Por momentin që e ke lënë mëkatin, e vendosi unë mos I kthehem. Shpesh në disa besimtarë I shohim, astaghfirullah, o Zot falem, a e ban plan pak më vonë me vazhdu mëkatin. Më thonë, si ke plësu kushtet e pendimit. Më thonë, momentin që ke vendos, mu pendue, duhesh mu vendos edhe që mos I kthehesh mëkatit. Ti mush me u kthej prapë se njerije, gjunaqar, ne jemi njerëz, ka bëjmë, por gjatë pendimit duhet me qenë kjo vendosmëri që mos I kthehem mëkatit. Kjo është kushti I tretë. Kushti tjetër me radh, ulemat kanë thënë që dhe tu është shumë rëndësi kjo, keqardhja, e nedem. Çfarë bie kjo? E ki bu në mëkat, I e pendu, e ki vendosë që mos I kthehesh. Duhet me të ardhë dhe keq, pse I ki bu qatë gjëna. Në herë I shohim do persona janë pendue, kur po mbetet mëkati, ai lavdërohet me mëkatin që ka bërë. Ky person si ka plotësuar kushtet e pendimit. Sepse ata thonë në hadith, at-tawbatu nadam. Pendimi është keqardhje. Do të më tar keq, sa ku do të shkojë mendja për filan gjënajn që e pendue me të dritë zemra. Edhe me tar keq pse e ki bë çat gjëna. Kjo është prej kushteve të pendimit. Gjithashtu, prej kushteve tjera është, ka thonë dietar, këto kanë argumente, po s'po me argumente. E pesa me radhë kanë thonë njeriu pasi që pendohet, të bën vepra të mira. Jo dikush e le mëkatin, edhe nuk ka ndryshime. Dush me ndryshu. Prej shenjave që Allah të ka pranu pendimin dhe tobën, është që më thonë ki vazhdu në punë të mira. Kjo është më thonë kushti I 5 dhe e fundit, me qenë koha e duhur. Çka I bje koha e duhur? Nëse vjen gargara, më thonë momenti I fundit I jetës, ose agonia e vdekjes, nëse të është afrua, është mbyll dera e pendimit. Gjithashtu edhe nëse ka lind dielli, ka perëndon, që është në praktikë e kiametit, veç është mbyll dera e pendimit. Pra ne duhet më u gut më shpejt me bë pendim, para se s'ka këta dy kohra. Pra koha e parë se të ka shpirti të fyti, aty më nuk ka pendim. Sikur që ndodhi me Firaunin, kur e pa dënimin e Zotit, çka tha? Amantu, tha besova shtash në Zotin e Musait dhe Harunit. Po ja pranoi Zoti pendimin? S'ja pranoi. Nga se e vanoi deri në prag të vdekjes. I pa shenjat e vdekjes, e pa gargarën, dhe u pendua te Zoti dhe Zoti s'ja pranoi pendimin. Pra më thonë du të më gut, sa ma shpejt më pendu te Zoti subhanahu wa taala që Allahu më na fal mëkat dhe e fundit, kushti I fundit, nëse është hak I njerëzve, duhet I kthehet haki. Nëse ja ke vjell dikujt një pasuri, duhesh më pendu, edhe duhesh më ja kthi pasurinë që ja ke vjell. Edhe forma tjera zullumit, duhet I kthehet personi haki I tij. Edhe desha me përmend një çështje që është shumë e rëndësishme. Ulemaja thonë Ibn Qayyim koment te libri Madarij as-Salikin, është një libër Ibn Qayyimit, shumë është libri I veçantë. Aty përmend një gjë shumë më thonë përshtypje që duhet sa më shpejt më pendu te Zoti. Cila është ajo? Thotë Ibn Qayyimi, çdo gjëna që e bën njeriu patjetër më dënu. Po dënimi është I lloj-llojshëm. Qyshim, ka thonë nëse njeriu nuk pendohet, atëherë më thonë dënimi vjen këtë dunjë me sprova. Kujtasi marrë të kemi më pendu. Me thonë o Zot, e kom vendos me lënë gjënojnë. Edhe Allah e largon dënimin e tij. Ose ka thonë veprat e mira e shtin të këqijat. Ose me bëj istikfar, këta tri
forma se si njeri mund me largu dënimin e Zotit këtë dunjë. Po nuk i banëm këta, su pendum, nuk i lam veprat e këqija, thot atëherë thot vazhdon dënimin varr. Si mi pendum dunjë, vazhdon dënimin varr. Thot Ibn Qayyimi, nëse njeriu thot atë çish pasohet varr me namazin e xhenazës që ja falin besimtarët. Pastrohesh. Me dënimin e varrit, me lutjet e besimtarëve, apo lutja namazin e xhenazës. Allah që më i falë mëkatet. Gjitha këta janë forma se si njeriu pastrohet gjatë qëndrimit në varr. Po thot nëse ka personi shumë gjuna, s'është pasruar në varr. Ku pasrohet? Pasrohet në mahsher. Qëndrimi para Zotit në ato momente të rënda kur do të vjedhë dielli mbi kokat e njerëzve. Ka disa njerëz do të pastrohen nga mëkatet, nga vështësitë e këtij momentit. Disa do pastrohen duke kaluar në seratit. E disa të tjerë nëse nuk pastrohen gjatë këtyre stacioneve, atëherë pastrimi i fundit është zjarri i xhenemit. Allah na rujt. E forma më e lehtë është istighfari. Tawbia. Allah na ka dhënë neve frym dhe Allah jemi vetdije, kështu që më thon ta shfryzojmë sidomos muajin e Ramazanit, duhet të pendojmë se kemi mëkatar, kemi këtë ndeshime, po i dashur për sa më futën një hadith, nuk ka ndodhur mezhlis. Vetë se është papja me sam që është penduar te Zoti më shumë se 100 herë. Në një dejes, në një mezhlisit, e kanë vrejt sahabët që për nësëm është penduar më shumë se 100 herë. Kur për me sam ka kërku istighfar dhe tobe, që ka me puna janë. Allah në falë, Allah në mësof, pendohemi e mos të abanemi pendimin. Mos të me kudan penzi, ose janë nisi aj pak më vonë në mate. Sante. Gjuna që i kemë, mëkate që i bëjmi, sante të vendosme që mos i kthejmi. Se zdi do shta nesa kemi kohë. Tregon një dietar, Muhammed Hasani, është për ulemave të Egjiptit, thot, erdhi një person, thot, me pranu Islamin. Më tha, vin nesër në hoxha dhe tham shahadetin. Tha i thash, dhe nesër nuk i garancë. A vjen, a nuk vjen. Tha, ma ndëgjoj fjallën. E tha, minja u pendu, edhe tha shahadetin, pas disa minuta nga gëzimi i madh shkoj në sejdë. Edhe në sejdë vdiq. Ku kemi garancë dhe nesër jemi gjallë, ose dhe Ramazanin tjetër, a kemi kohë. Të arsye duhet sa më shpejt me shpejtu më thon pendimin, me qëllim që me fitu razin e Zotit subhanahu wa taala, vazhdojmë me namazin. Allah ju nderoftë.